A mund të Po, Sara? dhe një përgjigje për ta përmbledhur gjithën tani se. Nuk e ke kusht, Jemi kështu, se bashkëbisedu se jo. Jo, pa tjetër, po e mirë është të them disa përgjigje. Unë përpikje me gjitha mënyrat të krijoj një ekuilibër këtu. Po. Në fakt, sot fatkeqësisht se ke menduar që jam peshë rënd, se ke harruar që unë jam dobësuar. Jo, vetëm kaq, po më ka ndodhur dhe që ka gazetar tani që fillojnë të fshihen. Mirë, okej. Ndodh edhe kjo. Ndodh. Sa kohë keqe ka ardhur, nuk u merr njëri përsipër për të mbrojtur. Jam fshehur ata. Jo, po ju thonit kundërtën shumë herë, që ne i kemi të tërë, i kemi blerë, i kemi. Por nuk keni njëri që del për Zot, keq puna. Ne o ka rëndësi, ne na del për Zot populli shqiptar, ai ka rëndësi, ai shkon ke kutia votimit. Nuk është. Për ato presionet sigurisht që na vjen keq që ndodhin, po me ndoça presionesh jemi ne të tjerët. Dhe kur vjen dhe presioni pushtetit përsipër, se çik më i rënd ai. Nuk më thatë këtë tani shkuar në aeroport. Po pra, se e kam një përgjigje edhe për këtë. Unë ja u bëra këtë pyetje dhe jemi kolegë. Ta thash ka procedim për atë. E kam 19 veta procedim, 2 makina sekuestruara. Herë e parë që policia vepron me procedime ndaj protestuesve që janë bulevardit, rasti parë. Ajo sepse aeroporti është i rëndësisë veçantë për sigurinë kombëtare. Mos harrojmë që si aeroporti, ashtu edhe spitalet janë objekte në fakt që vetëm në raste shumë ekstreme, siç mund të jenë grushtet e shtetit apo tubime të një kategorie të caktuar ku ka përshkallëzuar dhuna, arrin edhe të preken nga protestuesit. Nuk mu duk fare e sakt, në fakt, ikja dhe blokimi i njerëzve që duan shkojnë në aeroport, se këte nxjerrim video se si të kthehet malli e emigracionit ka dhe rrugë të tjera, dhe këti pastaj nuk lejojnë një birë nëne që të shkoj dhe të takoj nënë në vendin ku ka nisur për të atakuar. Pra ka disa nonsense. Megjithatë, patjetër që janë pjesë e një organizimi të organizuar tashmë, kështu që do ballafaqohemi dhe me to. Kryeministri Rama ja ka dhënë dorën, i ka thënë eja flasim, eja sqarohemi, për çfarë të doni në lidhje me projektin, jam i gatshëm që t'jap përgjigjet e mia, nuk kanë shkuar, nuk kanë preferuar të qasen kështu. Tani sa herë. Ata po sjellin këpucët e fëmijëve që kanë ikur. Po pra. A shihni se shqiptarë janë jashtë, dhe janë të rinj ata. Besoj që do na duhen dhe se ti po flet sigurisht deputete në Malmohet sojtë. Pori dhe do të fillojmë të konkludojmë se nuk kemi shumë kohë. Zonja Mila, jenë Shqipëri. Ore, jeni në i përgjegjësi për ata njerëz ju atje? Qa u duken ata? Patjetër. A i ke parë në sa qytete njëkohësisht të planetit dalin shqiptarët? Ore, fare, nuk keni shqetësim pse kanë dalë ata njerëz atje. Kaq më kaq, thjesht. Po nëse do të kishin disa... Zotit i Rama, ti ullin një 4 veta, ti fusin një spafia i aty dhe tiki. Të kemi një listë me kërkesa konkrete, dhe jo vetëm këto utopit edhe... Po që utopi më ka dalë mileti në rrugë? Edhe shprejet, të lutem, edhe shprejet totalisht... Po si më keni përzën nga së të këmbët, më duhet, ore fare, se ti je re, më basë të bërë reklamën e projekteve të veta politike. Ty brava të qofë për gudzimi që delë sot. Por, këta të tjera, ndjene një farë përgjësie, ore, disa socialist ka atje. Na pyet ne më që dalim, a disa socialist pak na gjuke, pa fund. Po mirë përgjësia, ndjeni për ta jo. Vjen shumë mirë që dalin, që kanë lirin dalin, por çfarë do të... Po mirë më dëgjojnë, që si reagon ti dhe reagon kryeministri, unë s'kuptoj asnjë farë reagimi ndaj atyre, asnjë farë përgjësie, për ullje, ndaj tyre, që ti dëgjoni. Po në moment që ti thuj Irani, KGB-ja, UDB-ja, Mossadi, ku ti që s'ka dalë? Ti thua jep dorëheqjen, shkon në zgjedhjet parakoshme. Ore, një nga ky është një ish drejtor policie. Ju mund dilni ta sumoni dhe ata. Normalisht që do marrësh përgjigje, jo nuk shkojmë, se s'ka arsye të shkoj. Për një vit nga momenti kur mandatuam mbi 500 vota, në Shqipëri, këto vitet të qeverisës së Partisë Socialiste ka pasur 3 protesta qytetare. Ka qenë protesta e parë me armë kimike, që zgjati një javë dhe u mbyll me refuzimin e pranimit të armëve kimike. Pra i arriti një qëllimi. Ka pasur një protestë të dytë të studentëve, e cila pati disa kërkesa, pati tentativa të shumta për të përçarë, por në fund arriti një qëllim, qeveria, kryeministri u detyrua të ndryshojë gjysmën e kabinetit. Pra pati një reagim. Ka patur një protestë të tretë për vrasjen e Klodian Rashës, e cila në fund prodhoi dorëheqjen apo largimin nga detyrat ministrit brendshëm. Pra të treja këto protesta qytetare, në fund kanë arritur, themi, një lloj fitoreje.
Kjo është protesta e katërt, por ndryshe nga tret më parshmet, është sigurisht shumë më madhështore. Përfshin të njerëz nga më të ndryshmet që ndoshta Ka karakter politik? që Patjetër më. çdo protestë Patjetër. Atëherë e humbi qëllimin për cilin u ngrit? Se humbi qëllimin. çdo protestë ka karakter politik sepse njerëzit Rama jep dorëheqje. pjesë e politikës. Absolutisht nuk është. Ju po se kupto atë, Jo, nuk se ishte diu. kjo. Sepse çfarë Pelikani ka çorrel bën ata. Nisi për thoshte Rama jep dorëheqjen, ky Parullat qëllimi. dhe tani të lutem, mos bëjmë Jo, dezinformacion. ti thoj një qëllim. Jo, më jo, nuk ishte ajo. Anullo projektin. Po mirë. A ishte anullo projektin. Po, nisi. Anullo projektin. Po. Jemi dakord për këtë? Do ishte një referendum, do ishte një referendum për Zvërnecin i vlefshëm tani. S'kishte projekt më. Ju ngeli anullo projektin për gjysmë. S'ka projekt. Tani, nga që nuk doli huq kjo e para. Protesta e ka kaluar Zvërnec. Ka projekt. Mos fillojmë emisionin nga e para ne. Thotë se ka kaluar Zvërnecin protesta, nuk është më Zvërnec. O Ylli, Po pra, se si ishte te pjesë e parë zonja. politik. Që ka projekt është vendosin në Aruba projekti, jo këtu. Projekti është vendosin në Aruba. Që ka projekt, ka. Mos e fillojmë emisionin nga e para. To janë, nuk mbajnë fare si argumente. Qëllimin e projektit. Vazhdo me ato me Sali Berishma. Dhe mori karakter politik. Tani që ka marrë karakter politik. Ore, ko ta bëj një pyetje. Digje, erdhi sot në parlament kërkesa e Spakut për Belina Ballukun? Tani Keni një njoftim si grup i Partisë Socialiste? Jo, Spaku po bën gati një kërkesë të re për zonjën Balluku. Këto na thojnë, kjo na duhet. Pastaj ato tjerët pak se çfarë lidhje kishte kjo pyetje. Ka është shumë e rëndësishme. Me qëllimin sepse në protestë ton Ramanburg, Ballukenburg. Jo, nuk thonë ashtu. Protesta. Si son, ja ku e ke? Ja ku e Apo e ke? bët. Protesta. Jo, ja ku e ke? Protesta. Ramanburg Berisha. Po, edhe Ballukenburg. Po e shtymë të emision më shumë se protesta. Protesta nuk nisi me karakter ambientalist, se do kishte ngelur kuadrin e 20-30 vetave. Mund të kishte dhe ato përgjigjet që kërkon Protesta nisi, protesta pati për dhun arrogancën, arrogancën e treguar në Zvërnec. Rrethimin e tokës, tërheqjen zjarrit, ajo atje pati dhe ajo ishte baza arrogancës. Dhe të gjitha njerëz që dalin prej vitesh kanë parë atje sjelljen e qeverisë ndaj tyre, prandaj kanë dalë. Zoti Qori. Nëse mund ta mbyll me një pasazh historik, edhe dua vëmendjen tuaj, se nuk e bie gjatë. Në 14 korrik të 1789-s, populli i Parisit i sulet Bastijës dhe nis atë ditë revolucioni francez. Djegje Bastijës. Sigurisht që ata që e morën Bastijën nuk e mendonin që po niste revolucioni francez. Dhe që do fitonin. Atë mbrëmje, Luigi XVI, mbreti i Francës, shkrua në ditarin e tij asgjë e rëndësishme. Dhe kjo tregon këtë vetkënaqësinë, arrogancën që dëfton dita ditës Edi Rama, i cili as nuk po e kupton atë që po ndodh. As nuk, tamam si Luigi XVI në Francë, nuk po e kupton që populli është ngritur në këmbë kundër këtij dhe kundër një sistemi tërësisht vjetër dhe të korruptuar. Tani fatmirësisht ne jetojmë në shekullin e 21. Dhe në shekullin e 21, Luigi XVI edhe Edi Ramve nuk u pritet koka.